Propën e krishterë këtë lloj përparësie për të ndaluar dënimin ose trajtimin si një sëmundje, siç e konsideronin psikologët dhe organizata botërore e shëndetësisë deri në prag të viteve, deri në vitet 80, në prag të viteve 90 që u hoq ky lloj përcaktimi ku aktiviteti homoseksual konsiderohej si një sëmundje psikologjike dhe psikologët e konsideronin si një sëmundje psikologjike. Shpeshherë kryerja ose aktiviteti homoseksual konsiderohen si një defekt i lindur, por sot me legjislacionin dhe me disa lloj mekanizmash që po përdorin grupe të elitës botërore për të nxitur këtë lloj aktiviteti, duket se kjo po kthehet në një fash më të gjerë si një normë kulturore se sa si një defekt i lindur. Kush është arsyeja që elita kërkon ta nxisë dhe ta promovojë dhe ta mbrojë nga diskriminimi këtë pakicë me një sjellje të tillë seksuale? Sigurisht qëllimi është diabolik, është për shkak të fiksionimit të arritjes objektivave maltusiane, ku është arritur në një përfundim që